Mirë, në këtë pjesë të programit do të ndalemi tek situata, negociata të saj përket përfaqësuesve të Rusisë dhe Ukrainës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, me po ashtu edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se çfarë po ndodh apo shkohet drejt përfundimit të luftës, arritjes së një paqe të përkohshme si fillim. Në fakt, kemi përcjell gjatë këtyre ditëve edhe deklaratat e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Ky i fundit ka zhvilluar një bisedë për afro 90 minuta me presidentin rus Putin, më pas ka pasur një tjetër lidhje telefonike me presidentin e Ukrainës Zelenski, por menjëherë pas deklaratave të Trump se po shkohet drejt një marrëveshje për armëpushim të pjesshëm, të përkohshëm, pati sërish një sulm konkretisht në Odesa, një sulm masiv me dron nga ana e Rusisë. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkimit Evropian, liderët po zhvillojnë një samit të rëndësishëm në Bruksel, ku një nga çështjet kryesore të rendit të ditës është pikërisht edhe mbështetja për Ukrainën për përballjen me agresionin rus. Por çfarë pritet të ndodhë? Qëndrimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës e nga ana tjetër i Bashkimit Evropian si do të ndikojnë në arritjen e një marrëveshje për paqen. Kam kënaqësinë të kem në studio Emilio Çikën, pedagog e po ashtu edhe ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare. Mirëseardhët. Kënaqësi e veçantë. Do të arrihet një marrëveshje, si e shihni ju nga njëra anë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga ana tjetër të Bashkimit Evropian? Më në fund ka lëvizje. Kohët e fundit kemi lëvizje të cilat janë vënë nga marshi parë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të kishte një zgjidhje tjetër pa ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si negociatori kryesor në radhë të parë. Në radhë të dytë, në ato që janë marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ndërshtetërore, duhet parë dhe në këndin e asaj që është prizmi realist, fuqitë e mëdha bizetojnë me njëra tjetrën. Dhe qoftë Rusia, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte pashmangshme që të vizetonin me njëra tjetrën dhe akoma më shumë kjo është një plus më i madh për Rusinë, e cila arriti që të kaloj në plan të parë ato që janë kërkesat e saj, e para kjo, e dyta të bizetoj direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të rifilloj një ose të ringrohi deri diku marrëdhëniet midis njëra tjetrës, dhe e treta, duhet parë që janë shmangur ato që janë palët e treta. Që palë e tretë është në këtë rast edhe Ukraina, pra është ndëruar në një palë të tretë edhe pse është pala kryesore në konflikt. Dhe akoma më tej, Bashkimi Evropian, ashtu siç edhe e përmende, edhe pse po përpiqet të faktorizohet si një element i cili duhet të jetë pjesë e negociatave apo të jetë pjesë e zgjidhjes, e cila është mëshuar dhe po mëshohet sa më shumë edhe nga vetë Ukraina, pra kërkon që Bashkimi Evropian të jetë një nga garantorët e marrëveshjes, deri tani shohim që ato që janë violina e parë e të gjithë këtij kuadri, do thoshja, ndërmjet dy shteteve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Pritet për të patur një, ose në ditët në vijim, do ketë takime të dyja niveleve, qoftë me Federatën Ruse, midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse, qoftë edhe me Ukrainën. Telefonata që ka qenë e ditëve të fundit ndërmjet dy presidentëve, Putin edhe Trump nga ana tjetër, është një, do thoshja, një pikë kthese në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, por kjo nuk do të thotë në terren, pati sërish një sulm masiv me dron nga ana e Rusisë. Nga Rusia ka pat një sulm ashtu siç edhe ju thatë, nga ana tjetër edhe Ukraina ka pat sulme të caktuara kundrejt Rusisë. Kjo nuk do të thotë gjë deri në momentin që do ketë një marrëveshje e cila do ratifikohet deri diku nga të dyja palët. Pastaj se si do Ukraina do detyrohet për të pranuar. Do të mbajë Zelenski? Ne pam një situatë shumë të tensionuar në zyrën ovale në takimin mes tij dhe presidentit amerikan Trump, por menjëherë pas kësaj situate, një mbështetje nga liderët e Bashkimit Evropian përkundrejt të Zelenskit, do të vijojë mbështetja e Europës, pra të mos ndalet në situatë të tillë, pra të mos tërhiqet Ukraina. Zelenski, të themi të vërtetë, Zelenski dhe Ukraina nuk kanë, do thoshja, një hapësirë shumë të madhe negociuese në momentin që Shtetet e Bashkuara, nëse nuk do kenë Shtetet e Bashkuara pas. Sado Bashkimi Evropian të jetë mbështetës kundrejt Ukrainës, për fat
të keq ose të mirë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi garantor kundrejt Ukrainës. Kjo është më së qartë edhe pas atij takimi që ju thatë, ka patur një tërheqje të menjëhershme nga presidenti Zelenski, edhe pse ka patur një mbështetje retorike, por edhe politike nga liderët e Bashkimit Evropian, por nuk kanë patur, ose Bashkimi Evropian nuk ka kushtet ende për t'i dhënë një mbështetje reale Ukrainës, për të përballur me ato që Ukraina kërkon. E para kjo. E dyta, është një çështje morale, të paktën kështu siç është paraqitur, edhe në atë të konceptit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe sa mund të ketë çështje morale në këtë pikë. Në qoftë se presidenti Trump nga njëra anë mëshon atë që duhet një paqe, a nuk duhet të shkojmë drejt kësaj dhe nga ana tjetër ajo që është retorika europiane, a mos shon në një vazhdimsi të konfliktit që në një vazhdimsi e cila mund të kalojë në caqe të cilat mund të jenë akoma edhe më shumë të dëmshme për Ukrainën? Besoj se... Duket se në një farë mënyre kanë hyrë në një garë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian, edhe samiti aktual që po zhvillohet në Bruksel, qëndrimi më i fundit apo i përsëritur i presidentes së Komisionit Evropian që Europa do të jetë për krah Ukrainës, sa kohë të jetë nevojshme, a do të ndikojnë për ta vonuar këtë proces armëpushimit të përkohshëm apo dhe një arritje përfundimtare për përfundimin e luftës? Nuk do e konsidero se të paktën do e shihja në dy elemente saktuar. Në radhë të parë, atë që është shkundja europiane pas të gjithë këtyre zhvillimeve dhe ardhjes së presidentit Trump në pushtet. Shkundja europiane ishte e domosdoshme, të paktën në atë që është politikat e saj apo politikat afatgjate të saj të sigurisë. Europa ishte mbështetur plotësisht në atë që është ombrella amerikane dhe nuk kishte vënë kur deri më tani ato që janë objektiva të saj të brendshëm apo edhe strategji të brendshme për atë që është çështja e sigurisë europiane. Por ishte mbështetur, siç u thash, plotësisht në ombrellën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe e gjithë kjo, në radhë të parë duhet thënë që shkundi Bashkimin Evropian dhe solli një këndvështrim të ri se si duhet parë çështja në vazhdimsi. Këtu kemi edhe ato që janë paketat qoftë të Bashkimit Evropian në tërësi, qoftë të shteteve të veçanta, paketat ekonomike dhe financiare të cilat do shkojnë për atë që është riarmatosja, apo e vendos në thonjza europiane, apo investimet për sigurinë. Shohim që edhe Gjermania, që ka qenë një nga shtetet e fundit, apo shtetet më konservatore, për arsye të së shkuarës, ka arritur ose ka tejkaluar ato që janë edhe tabute brendshme, do thoshja, të politikave të saj, duke filluar atë që është riarmatimi i Gjermanisë. Kemi një paket që është e stërmadhe, 500 miliard është e shrirë në kohë, është një paket, do thoshja, mega paket, e cila nuk ishte parashikuar ndonjëherë më përpara.